Keni puçra në fytyrë, ja si t'i zhdukni brenda ditës. Puçrat e fytyrës janë një nga problemet më të bezdishme të cilat mund të ndikojnë edhe në besimin tuaj. Ato mund të shfaqen për arsye të ndryshme. Në këtë video, sipas thelbësisë së saj, do të rendisim një recetë natyrale në kushte shtëpie e cila do ju ndihmoj për të patur një fytyrë të pastër dhe pa probleme të puçrave. Përbërësit që u duhen në këtë recetë janë një lugë çaji kosh, një lugë çaji qumësht pluhur, gjysmë lugë çaji niseshte, gjysmë lugë çaji miell dhe disa pika lëng limoni. Përzieni të gjitha përbërësit derisa të fitoni një masë të njëtrajtshme dhe të butë. Më pas, masën e përfituar e përhapni në fytyrë dhe e lini derisa të thahet për 15 minuta. E lani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe më pas me ujë të ftohtë. Kështu do të keni arritur rezultate mjaft të mira në eliminimin e puçrave. Përsëritja e kësaj recete të paktën 3 herë në javë do t'japë rezultate fantastike edhe në dukjen tuaj të jashtme.